Nga një karrierë gjatë televizioni plot 26 vite në radio televizionin 21, sot jena bashkë për të biseduar me kolegen tim Edita Tahiri për një resi që ka sjellë për fëmijë. Përvoja ime në radio dhe televizion ka bërë të mendoj se unë mund të bëj diçka edhe më ndryshe. Pastaj lindi ideja e krijimit të audiolibrave. Por që në fillim nuk e kisha qartë si do të bëja këtë lidhjen e audios me librin, nga se doja që fëmijët ta kishin librin edhe në dorë. Kështu me ardhjen e këtyre QR kodeve ose QR kodeve si i thonë, u kompletua ideja dhe në fakt ashtu edhe ndodhi. Sa e di unë, janë librat e vetëm me QR kode, do të thotë nuk është se kompani. Po kjo është e veçanta dhe këtyre librave. Po, për herë të parë librat vinë ose QR kodet vinë në librat e fëmijëve. Çka bëhet fjalë në këto libra? Çfarë tregime? Në këto tregime bëhet fjalë për gjërat që i hasin vërtet në jetë. Nëse përmendim tregimin Kloe dhe karamelet e frikshme, atëherë aty kemi të bëjmë me faktin se fëmijët shpeshherë përtojnë të pastrojnë dhëmbët, kështu që aty shfaqen disa karamele të frikshme dhe fëmija kupton se çfarë bëjnë bakteret nëse fëmija nuk i pastron dhëmbët. Ose kemi të bëjmë me vjeshtajnë inatosur. Vjeshtajnë inatosur flet për këtë qasje që kemi ndaj botës, që nuk po kujdesemi për ambientin, që duhet të ruajmë këtë botë ku jetojmë gjithë bashkë, dhe nëse nuk e ruajmë ajo do të hakmeret, do të vijë në vrikusur siç vjen në vjeshtajnë vrikusur. Skano dhe dëgja është një markë e regjistruar. Kemi librin me aktivitete të ndryshme, por që të gjitha janë me motive të vitit të ri, po me qenë se marka është skano dhe dëgja, atëherë gjithmonë duhet kemi diçka për skanuar, kështu që edhe këtu janë dy tregime, por që natyrisht kanë të bëjnë me vitin e ri, dhe ja po e shohim edhe kodin. A provona me kodin? Po, dihet se audio zhvillon imagjinatën, kreativitetin, dhe natyrisht e përmirëson e pasuron fjalorin. Mendoj se asnjë fëmijë nuk duhet flap pa i lexuar dikush. Dhe nganjëherë dhe mund të mos kenë kohë që t'i kushtojnë fëmijëve atë ngrohtësinë e të vënit në gjumë duke i lexuar diçka. Kena zalin dëmë. Po, unë jam shumë e gëzuar nëse unë do t'jem ajo që do t'i vë fëmijët në gjumë, me gjithë qef. Pra fëmija mund të jetë i pavarur në këtë aspekt. Sot fëmijët po dinë shumë mirë punojnë me tablet ose me telefone tëra që duhet veç e skanon kodin dhe shfaqet linku ku ai pastaj fillon ta dëgjoj tregimin. Nëse ndonjë telefon nuk e skanon më njëherë, si që skanoj telefoni yt, atëherë ekzistojnë code readers që është me shumë pak megabajt dhe kjo funksionon. Po, tani cili është projekti yt i ri? A ke menduar të ndonjë libër tjetër? Po, tashmë kam gati librin e 4, po e pres momentin kur do të botohet edhe libri 4, po jam duke punuar edhe në një projekt tjetër që ka të bëjë me audio, që për momentin nuk dua të zbuloj. Është një projekt i veçantë që shumë shpejt do ta përfundoj edhe atë. Ai do të jetë për më të rritur. Po tani kemi mjaftueshëm sa për t'i vëmë fëmijët në gjumë. Është edhe libri i tretë është Vera e lekut në fshat. Kur flasim për fshatin, efektet zanore janë të panumërta, se aty kemi kafshë, kemi natyrën, ka pamje shumë bukura dhe njësoj edhe këtu kemi të bëjmë me ato pra që i hasim në jetë. Ta zëm Aleku niset në fshat tek gjyshërit, nëse jemi në fshat, ndodhë që lopa ta sjell një vizh. Derisa Aleku... Ka pas rasti që të natë nuk e na flajnë me rujt lopën për kur po, dhe në fund është lamtumira e Verës në fshat, ku Vera e Alekut në fshat përfundoi dhe kanë ardhur prindrit që ta marrin ta kthejnë në qytet, por Aleku do të kthehet në fshat sërish vitin e ardhshëm. Librat janë pris shumë mirë, tashmë janë edhe në për librari. Në fillim e përmenda që ke plot 26 vite karrierë në radio televizionin 21. Dhe 13 vite këtij nga paraqitja jote e fundit. Po. Ta kujtojna se cilat emisione i ka realizuar Edita gjatë këtyre viteve? Po, do të thotë para 13 viteve, unë isha në emisionin Relax,
një emision familjar që shkonte të dieleve nga ora 16. Dhe ajo ka qenë, do të thotë, paraqitja ime e fundit në ndonjë emision, ishte pikërisht para 13 viteve. Megjithëse kam filluar, sigurisht disa prej shikuesve i kujtohet, pata fillu me Top Listën. Pastaj kam pas edhe emisionin Për Zemër, një emision shumë i dashur, kështu i shkurt, dhe gjatë gjithë kohës pastaj na ka përcjell mua dhe motrën e Donën, do të thotë, emisioni Relax. E ju nana që nuk keni kohë të lexoni fëmijëve para gjumit, ja ku i keni tani librat e markës Kanal dhe Dëgjon nga Edita Tahiri. Po pra, janë libra të cilët mund të shfrytëzohen në çdo kohë dhe në çdo vend, janë vërtet praktik dhe jo vetëm atëherë ndoshta kur nanat nuk kanë kohë për të lexuar, por sa herë që fëmia është i vetmuar, librat e markës Kanal dhe Dëgjoj janë një shoqëri e përkryer. Mendoj që edhe nanat kena me gjetë vetëm pak në këto tregime. Po, do ta kujtojmë fëmirin, pikërisht. Faleminderit. Faleminderit edhe ti.